Kushtetuta e Kosovës tregon çfarë institucionesh do të ketë Kosova. Kosova është shtet, edhe secili shtet do të thotë e ka një libër në të cilin janë të përcaktuara institucionet dhe janë të përcaktuara të drejtat dhe detyrimet edhe të institucioneve edhe të qytetarëve. Tash ne do të thotë e kemi kushtetutën që e kemi bërë para 16 viteve. Kushtetuta e Kosovës tregon çfarë institucionesh do të ketë Kosova. Do të thotë Kosova do të ketë një kuvend, Kosova do të ketë një qeveri, Kosova do të ketë gjykata. E dini gjykatat? Ju kur të bëheni gjyqtare, do të punoni një ditë në gjykatë. Dhe aty do të vendosni kush ka të drejtë, kush nuk ka të drejtë, çka ka të drejtë, çka nuk ka të drejtë. Apo? Dhe kushtetuta thotë që Kosova do të ketë gjykata, gjykatat do të jenë pavarura. Çka i bjen ajo? I bjen që gjykatat duhet të gjykojnë vetëm në bazë të ligjit.